A e ftoj son të kena... Edhe, veç edhe 2 minuta, kalëdoj qatë betejen që e ke pos me Ahmet Zabelin atjetë. është shumë beteje që... Po, basa sa me? Po më duket që, sinqeresht, më duket që po livdhuna. Po. Me ka vëzhu historinë e vërtet, po nështë ma mirë është për gjeneratat të reja. Absolutisht. Për brezin e ri, mi ditë historinë e vërtet. Se nuk jem na, se në kom veç gjënoha, veç më vëra mu masakru. Edhe pse këna gjusa, këna mujtë, nështë s'këna mujtë më akmerë që na ka bu armiku. Në civil ma shumë, se ata e në popull shumë i ligë. Ata e në akmerë, kanë bo luft me civil. Me grau, me thmi, me ples, që ata i kanë vëra ma shumë, i kanë masakru. A me neve, në fshatin e Rëzoll, ka qenë pika masë ramës të Adem Jasharit. Familjes Jasharin, për kaz, pika me e furt. Jo që pa tha mëne, po e thet historia dhe e flasin edhe komandantat. Sa me Lushtaki, sa e Jashari, e gjithë komandantat, Suleiman Selimi, për tonë kam respekt, gjithë e flasin, Rëzolla ka qenë pika ma e organizune, pika djemë ma të furt, rezistenca ma e furt, që u bon në Drenis, u bon në fshatën e Rëzoll, mas Jasharve. Ato këna bon luft shumë ballë për ballë, se burrat këna luftu. Ka qenë, aja betej ka qenë fillimi i prillit ka qenë. Je shumë të luftu me shumë, me dhjetra, qindra, automjete e me mira forcat armikut, na kemi qenë shumë numër i vogël, me thonë 100 ushtarë qatë pikë s'ka pas ma shumë. Tash nështë da e në rritë pak, po ushtarë me push më dërë që atë jena konë na që i këna dalë për bolë. A dhe që luftoj shumë balë për bolë, me tenka, me forcat armikut. Kur thirri një ushtarë, thirri Ahmet Zabeli, në komandant, ka qenë i kompanistë, Ahmet Zabeli, e mësa dërguti, thirri një ushtarë, tha nga, tha se na henen forcat armikut në pjesë tjetër. Aja pjesë na i këshëm qitë dhe ushtarë, veç sa par me vëzhgu pak atë, nuk pretë shumë anena që na hinë forcat armikut. Ata ka nardë, ishin konë diverzonta, nësija speciale, diverzonta, shki, rës edhe shki kanë qenë. Dikon jënë konë ofër 100, jënë konë atë që në kanë dalë me nahin mas shpine, me nashtin rreth. Edhe të vrapu kërë dërshtarë, falë dërshtarëve, atë djalli Malu Shahmetit, ka qenë me një pekatet të gju, edhe një Hesni Dërguti, e dërshuk atë, Baria. Po e kam shatë, Hesni Dërguti, po atë, u dhekë, Hesni Dërguti për herë mas një aksident, mas luftë, djalli fërt, edhe të gju ata të pështenë, ta, sa kanë mujtë, kanë luftu, kanë bërë rezistencë, dhe i na shkuna. Po fatë bërësia jonë ka qenë që ata s'kanë gudzu mo me levizjen e ra për thëuke. Kur na shkuna krejt, ato janë 20 e këthi e rara atë, e rrëth malë, i rrëthakune, po ara atë, po e na shkuna qa me fa krejt, njësi speciale, të na gju që ashtë, edhe ato ju këna hinë për funë, po në thamë ka herë se jena besimtar. Allah e na ka nimu. Atë, me siguri edhe me la që ka zbrit, na ka nimu se shumë pak e na konë atë, ata e në konë shumë forcat moja, e nuk gudzeshin me leviz. Vishin zhag, e ato dikon 3-4 orë, mi tha, dikon deri në fund, deri 20 metra këna bo, luft balë për balë. Me tha, po më dheu këtë sët dhe kam në vesh u lirime në tyne, u gërvalëshin, si kuna gjonja, edhe më nëshin me hinë dhej për zgjallit. Po të thot drejtën, tash në ashtë është pak lavë, në ashtë dheu këtë për dekan, po kur se kam qenë edhe me mjekë edhe me uniform, e kur ju bërtit qa, wow, prit me Adem Jasharin, moli, atë në zone që qëtë bishka tjetra, e me nëshin që ju kanë hi edhe për mas, mrapa nena, e veç u gërvatëshin se i hupi bësullat të një. Ato kena si tubat plehit jënë metë, 3-4 shki mas pokët të veron, e plus plagëst, gjoki ato se ka pi 3-4 dit astë ka nuk e ka pi gjokën e tyne. Ato, mune këmë full ato dhe kam dëshmitarë që këmë thonë, une e morë hakën e komandantit, mu i Krasniqit, e Rifat Mzirët e aty në shokëve, ato mu ka shfruz zemë. Deshta një 2 fjallë para se me ftullë një mësafirt veçant për komandant Kapuqit. Muj Krasniqi. Për Muj Krasniqin, biles di edhe me kje njëzimin që jem... Regjia nëse e ko njëzimin? Që kjo është? Po, që kjo është, po, mund është me lëshu, po, që.
Ku është muja? Se që të jam, unë apishe, qatë. E muja ta të gnu? Muja është të gnu me beqen, është. Gjavit në Raku është ajt ashtë indjeri që ka vdek, vloveri Gjep Selimet, kë plaku i Rezolës, Sajt Jashori, që muja me beqen, Suleman Selimi, Ahmet Zabeli. Rej Gjakon dikon? Edhe Recep Selimi është atë, po që Rejqa të kënu me mujen e me beqen. Po, bashkë kanë të kënu. E ki edhe një moment interesant. Për mujen, se kam qenë, është fatë më duket, është e mujes kur kam qenë brit. Për muj Krasniqin kem që ka me full. Muj Krasniqi ka qenë komandant luftarak. Te ke po kër i ka sulmu Jashar, ata kër i ka sulmu e vllazërit Haradine, Ramushën e Dautin ata. Muja, dhe më ho ka sulmu Kieven, ja ka nëllë pak hozën, i ka një mu, dhe më thonë, a ke po, Daut Haradine se ti dëllë e ka mujen. Dhe më honë jerën e furë gjithë kush e dëllë, se muja ka qenë një me i dëllë për këtë Kosovën, për këtë Shqiptarin, dhe ka qenë burë, ta manile i vërtejta. E unë kam qenë prit, kur jenë aro me mujen, kur nuk